viti 2025 nisi në Kosovë me një sfidë të re, një realitet ekonomik që po ngarkon gjithnjë e më shumë gjepat e qytetarëve. Pas një periudhe të pasigurisë dhe trazirave ekonomike, qytetarët tani përballen me një tjetër goditje: çmimet që nuk ndalen së rrituri. Inflacioni ka regjistruar një rritje prej 1.5% në janar, një shenjë që ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ende të marrë frymë lirisht. Çmimet e produkteve esenciale që prekin çdo aspekt të jetës së përditshme po ngjiten në nivele shqetësuese, duke shtuar barrën për çdo familje. Në këtë peizazh ekonomik të paqëndrueshëm, ekspertët e ekonomisë ngrenë shqetësime të forta. Ata e kanë bërë të qartë se inflacioni që po godet Kosovën është i importuar, një rezultat i lëvizjeve të papritura në tregjet botërore, si dhe i politikave ekonomike të brendshme të dështuara. Kjo pasiguri e vazhdueshme e çmimeve ka bërë që qytetarët të ndjehen të pasigurt për të ardhmen, ndërsa investitorët të hezitojnë të vendosin kapital në një mjedis kaq të paqëndrueshëm. Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonomi, ka bërë një vlerësim të mbret për situatën ekonomike të Kosovës, duke theksuar rritjen alarmante të çmimeve në periudhën e fundit. Ai shtoi se ky fenomen është një shenjë e një ekonomie të pakonsoliduar, ku inflacioni nuk ndalet dhe vazhdon të rritet çdo muaj. Po nëse shohim lëvizjet ekonomike dhe trendin e përgjithshëm, por edhe nëse shohim dhëna statistikore të Agjencisë Statistike të Kosovës, do thotë tek shumica e produkteve kemi rritje mbi 30%, sidomos në 3 vitet e fundit. Po ka produkte që kanë shkuar edhe në 100%. Gjitha kjo bën që ne na tregon që nuk kemi një ekonomi të konsoliduar dhe realisht shkalla e inflacionit pothuajse për çdo muaj ka një indeks rritje në permanent. Në një analizë më të thellë, Shala theksoi se politikat ekonomike shtetërore kanë dështuar të mbështesin prodhuesit vendor, duke lënë të gjithë kapacitetin konsumues të varur nga importet. Në një politikat ekonomike shtetërore, të cilat nuk kanë qenë të favorshme për prodhuesin vendor, e që realisht i tërë kapaciteti, si me thonë, konsumues i Kosovës është varur nga produkte dhe lënda e parë që është importuar. Dhe në këtë aspekt, do thotë, lëvizjet globale dhe luftra në Ukrainë dhe shumë faktorë tjerë kanë ndikuar që importet të kenë çmitje të larta, gjithsesi transporti ndërkombëtar, por edhe mungesa e produkteve vendore dhe tani më kemi kryesisht një ekonomi importuese që në lëndën e parë po të produktet finale. Tashmë tremujori i parë i këtij viti tregon që ne kemi një rritje enorme, dikon mbi 13% të krahasu me vitin paraprak dhe tjetën periudhë të importeve. Pra, mos prodhimi vendor, shkalla e lartë e papunësisë në këtë relacion, importet dhe realisht situata e përgjithshme politike ekonomike e vendit. Kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, tha për ekspoze se inflacioni më i madh ka qenë në vitin 2023, por edhe pse pesimist, ai tha se ka tendencë që diçka e tillë të ndodhë edhe gjatë këtij viti. Nëse e marrim me vite, dihet që inflacioni më të madh kemi pas në vitin 2023, kur e mrini pikun e dyshifrorit, por në Kosovë është një veçori që inflacionin e importojmë. Duke pas që kemi një import shumë të madh, kemi të kaluar mbi 6 miliardë import, edhe bashkë me importin e importojmë edhe inflacionin. Mirë po përkundër kësaj, ne gjithmonë ndaj institucioneve tona kemi bërë thirrje që gjenden masa, gjenden paketa që të ndihmojnë qytetarët që mos ta vrejnë shumë efektin e inflacionit. Se inflacioni nuk e ka prekur vetëm Kosovën, menjëherë mas këtë periudhën që kishëm të luftës Rusi-Ukrainë, kur ishte çështja e gazit, energjisë elektrike, dhe ajo ka arsyeja kryesore pse pat një ngritje aq të madhe në lëvizjet, aq të madhe sidomos në tregun evropian, ku ne jemi të mbarur mas tregut rajonar, për tregut evropian, pat një lëvizje kaq të madhe të inflacionit. Dhe duke importuar madhra prej Evropës, për shkak se ne kemi shumicën e diasporës tonë të përqendruar në Shtetet e Bashkimit Evropian, sidomos në Gjermani, Austri dhe Zvicër, bashkë me to kemi importuar edhe inflacionin. Kështu që tani, mbas këtij pikut në vitin 2024,
edhe tani në vitin 2025 faktikisht fillojmë të bie inflacioni, mirë por shqetësu se mbetet këtë është trendi fundit të këtyre 3 muajve që prap ka një tendencë të ngritjes prej një shkallës që ra afër zerës në muajin dhjetor, që se shohim për muaj, tani jemi në muajin prill, ku analizat e fundit që kemi bërë nodë ekonomike, thuaj se kam rrinë 1.7 deri më sot. Ish-ministri i Ekonomisë Haki Shatri për emisionin Ekspoze prodhimi Gazeta Blitz ka komentuar ndikimin e inflacionit në Kosovë, duke theksuar se kjo dukuri është e lidhur ngushtë me strukturën ekonomike të vendit dhe politikat e brendshme. Sipas tij, inflacioni në Kosovë është një fenomen i importuar që vjen nga ndryshimet në tregun botror, si dhe nga politikat ekonomike të brendshme. A i shtoi se krahasuar me vitin 2015, inflacioni tani është 45% më i lartë, një shifër alarmante që tregon pasigurinë e vazhdueshme ekonomike të vendit. Inflacioni është një tukuni që ndodh në ekonominë e tregut lirë për arsye të ndryshme. Në rrethonat tona, inflacioni ndikohet edhe importohet edhe prej jashtë, po edhe për arsye të politika ekonomike të brendshme. Për Kosovë, mendoj që të marrë parasysh strukturën ekonomike, gjendjen e nivelit prodhimit edhe atë aftësinë ekonomike që e kemë dhe importin e lartë që kemi të madhnave, import i cili është gati sa gjysa e GDP-s Kosovës, çdo ndryshim i çmimeve në tregun botëror importohet si inflacion te na. Na nuk mund, si shtet, nuk kemi mundësi me prodhu inflacion artificial vetë, sepse na e përdorim euron si mjet pagese, mjet zyrtar pagese, por nuk kemi drejt me e emitu. Ato emiton banka evropiane, edhe dihen rregullat jashtë që shbon, na vetëm e përdorim. Kështu që na nuk mund të prodhojmë kartë monedha sa ardh na teket për me shkaktu inflacion ose devalvim të paros. Pra, objektivisht rrethonat janë që importohet, po edhe për shkak të politikave ekonomike në brend, ajo ndikohet dhe kur bëhen bashkë këta dy faktorë, jemi në një situatë çfarë jemi. Realisht inflacioni në 5 vitet e fundit ka qenë tepër i lartë, sidomos në vitin 2021 dhe 2022, kur ka qenë dyshifror. Për fat mirë, vitin e kaluar është stabilizuar në një nivel relativisht të lartë, por ende të lartë për neve. Edhe në këtë vit po shoh këto raportet e Agjencionit Statistika që ka prapë rritje të çmimeve, që janë rritje relativisht të larta, se kur lidhen 12 muaj ajo pastaj norma rritet deri në lart. Se çdo muaj kur rritet nga 1.4, 0.4, sa po ndodhin këto, realisht kur lidhen efekti kumulativ i tyre është bukurin e altë dhe kjo ndikon sidomos në rënien e standardit jetësor të qytetarëve, sidomos atyre që jetojnë nga pagat, nga pensionet, nga këto ndihmat sociale tjera. Sepse këto janë masa të kufizume pagesash, kurse çmimet rriten, po këto nuk rriten në harmoni ose paralelisht me rritjen e çmimit, ose rriten disa muaj ma vonë, një vit ma vonë, bëhen adaptime, përmirësime, disa veprime që janë tepër formale dhe jo materialisht nuk e mbulojnë atë efektin e shkallës inflacionit, dhe në këtë mënyrë standardi jetësor rrezikohet ose bjen, them realisht bjen. Tash
kjo norma e inflacionit që është të na me marë si të përgjithshme për këto 4 vitet në 2021 dhe në fund 2024, dikun vjen të 25% kumulative. Agjencia Statistikave e krahason inflacionin edhe me vitin 2015 si një vit standard stabil i zhvillimit ekonomik, që është normale në evidenca statistikore, sepse vitet standarde merren si bazë. Në atë krahasim, del që inflacioni tash është dikon të 45% më i lartë se viti 2015. Sidomos grupi i mallave që janë të konsumit gjon, mallat e shpuartës, ato kanë një normë shumë më të lartë se sa mesatarja e çmimeve në tërësi. Ish kryetari i Odës Ekonomike, Safet Gërgjaliu, ka theksuar se inflacioni në Kosovë ka rrënjët e tij në pandeminë e COVID-19, që shkaktoi një disbalancë mes ofertës dhe kërkesës në tregun global. Ai theksoi se Kosova, si një shoqëri e varur nga importet, ka importuar jo vetëm mallra, por edhe inflacion të heshtur, që është më i rrezikshëm se inflacioni i zakonshëm. Gërgjaliu shtoi se ky inflacion ka sjellë ngritje të çmimeve dhe varfëri në Kosovë, ku çmimet e produkteve esenciale janë më të larta se kudo në Evropë. Definitivisht kohët fundit është duke u debatuar me të madhe sa i përket inflacionit në Kosovë, po duhet të kuptohet që gjeneza e inflacionit në Kosovë është pandemia COVID-19, ku definitivisht erdhi një debalancë mes ofertës së kërkesës në tregun global. U goditën shtetet më të fuqishme ekonomike dhe në këtë drejtim nuk ka mund të anashkalohet Ballkani Perëndimor edhe në veçanti Kosova. Çka e bën të veçantë Kosovën, do thotë në këtë proces të inflacionit, është fakti që jemi një shoqëri e varur nga importi, vetë faktin që në vitin 2024 kemi importuar më tepër se 6 miliardë 300 milionë euro, vetë faktin që në vitin 2023 kemi importuar afër 5 miliardë 900 milionë euro, duhet të kuptohet që krahas importit të produkteve dhe shërbimeve, Kosova importon dhe inflacion të heshtur, i cili është shumë i rrezikshëm se sa një inflacion latent që e godit një ekonomi. Në këtë drejtim, efekti më negativ që ka gjeneru inflacioni në Kosovë është ngritja e çmimeve dhe varfëria e qytetarëve të Kosovës, dhe falë këtij inflacioni përdoret një psikologji e çmimeve që përkundër asaj që kemi rrëmje të inflacionit në 1.5% apo 2%, kemi ngritje permanente të çmimeve në veçanti të produkteve esenciale. Sot në Kosovë çmimet esenciale janë më të larta se kudo në Evropë. Prandaj definitivisht është koha kur duhet të avancohet debati mirëfillt, jo vetëm politik, po edhe ekonomik, të avancohet një debat konstruktiv, jo vetëm mes opozitës dhe qeverisë, por në veçanti nga niveli lokal dhe qendror, dhe në këtë drejtim besoj dy shtyllat kryesore të këtij debati duhet të jetë partneriteti publiko-privat apo zëri i komunitetit të biznesit, dhe kuptohet bordi tripartit social që do të ndikojë me rekomandime jo si të flitet për inflacion, po si të ulet inflacioni dhe si të zgjidhet kjo smundje kancerogjene që e ka kapluar shoqërinë kosovare. Se sa është i rrezikshëm dhe cili ka qenë efekti apo goditja më shqetësuese e inflacionit në Kosovë ndër vite, dëshmon fakti që në vitin 2021, nëse keni pas mundësi të bleni me 100 euro produkte për një javë ditë, sot ato produkte kushtojnë 180 euro. Dhe kur krejt saj shohet fakti që kemi rritje të çmimeve, po stagnim në rritjen e pagave, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik, e vështirëson jetën edhe më tepër. Kemi bërë një analizë sa i përket gjenezës së çmimeve spekulative në Kosovë, që datojnë nga inflacioni edhe i pandemisë, po i evoluimit gjatë luftës në Ukrainë, që sot do thotë 10 produkte bazike
në Gjermani kushtojnë ndoshta 53 euro, të njëjtat produkte në Austri kushtojnë 57 euro, dhe të njëjtat produkte në Kosovë kushtojnë afër 84 euro. Dhe kur e kemi faktin tjetër parasysh, që paga mesatare në Austri është 5700 euro, paga 3700 euro, paga mesatare në Gjermani është 3580 euro dhe në Kosovë është 580 euro, besoj që është indikatori më i qartë për të kuptuar efektet negative të gjeneruar nga inflacioni dhe varfria që e ka kaplu Kosovën. Po e them me përgjegjësi morale dhe profesionale, Kosova është shndruar në një shtet të varfër të njerëzve të pasur dhe sot masa nuk e shikon të varfërin, po mendon që standardi është i krijuar nga të pasurtit. Po ata të pasur janë një grupacion, po pjesa dërmuese e qytetarëve vërtet ka nevojë për një ndihmë, ka nevojë për mbështetje sociale dhe duhet për ekonomi të bëhet më tepër se sa vetëm të humbet kohë në kërkim të arsye për dështim. Lulzim Beqiri, ekonomist, ka analizuar ndikimin e luhatjeve të inflacionit në ekonominë e Kosovës, duke vënë theksin te pasiguria që ka krijuar ky fenomen. Sipas Beqirit, në 5 vitet e fundit, inflacioni ka kaluar në përndryshime të mëdha, nga një rënje drastike në vitin 2020 deri në një rritje alarmante në vitin 2022, e cila arriti kulmin si pasojë e ngjarjeve globale të pandemisë dhe luftës në Ukrainë. Në bazë të statistikave, në 5 vitet në fundit ka një lloj luhatje të jashtëzakonshme të inflacionit. Për shembull, në vitin 2019 kemi një inflacion normë mesatare vjetore është rreth 2.69%, pastaj kemi një rëmje drastike në vitin 2020 që është 0.20%. Kemi një ngritje të hatashme në vitin 2022 si shkak i pandemisë dhe luftrave të ndryshme që kanë ndodhur në Ukrainë. Në është rreth dikon 13%, pastaj kemi një stabilitet të inflacionit dikon rreth aktualisht në vitin 2024 rreth 3%. Dhe kjo sigurisht që konsumatorin kosovar e vën sot jashtëzakonisht të sikletshme. Sipas Beqirit, 3 faktorët kryesorë që kanë nxitur këtë situatë janë pandemia, lufta në Ukrainë dhe rritja e kostos së energjisë elektrike, të cilat kanë rritur ndjeshëm shpenzimet e jetesës për qytetarët e vendit. Po kryesisht janë 3 faktorë kryesorë që kanë ndikuar. E para është pandemia, siç dihet globalisht ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve, pastaj është lufta në Ukrainë, e cila ka ndikuar jashtëzakonisht shumë dhe në kohën e fundit është çmimi ose energjia elektrike e cila ka rritur jashtëzakonisht koston. Këta janë 3 faktorë kryesorë që edhe Kosovën e kanë përfshirë sa i përket rritjes së çmimeve. Haki Shatri ka theksuar se për inflacionin e importuar nuk është përgjegjësi qeveria e Kosovës, pasi ai vjen nga faktorë të jashtëm. Ai kritikoi faktin se politikat ekonomike të qeverisë nuk janë adekuate, veçanërisht në përshtatjen e pagave me normën e inflacionit. Për inflacionin e importuar nuk ka faj qeveria as kërkush mrena Kosovë, sepse ajo importohet dhe ne nuk mund ndikojmë në veprimet që ndodhen në ecuritë ekonomike që ndodhen perëndim, na vetëm importojmë për nevojat vendit, për konsum, kryesisht, dhe e importojmë këtë mënyrë dhe inflacionin. Edhe çdo vit, do thonë, nga importi dalin për Kosovë rreth 6 miliard euro para cash për me ble modna. Edhe ajo që i takon qeverisë vendit, edhe që mund ta bëjë janë politikat ekonomike në kuadër të cilat janë politikat fiskale, politikat ku hin politikat tatimore, politikat e çmimeve, normat e akcizave, doganave e tjera. Pastaj edhe disa veprime tjera që janë bë lidhen me shpenzimet e paras publike, të cilat vërejtja ime është në atë që në kategorinë e investime kapitale mjetet e ndara me buxhet që është ligj, nuk janë shpenzuar me mënyrë efikase, me kohë, me dinamike, me kohë brenda vitit buxhetor, janë bllokuar mjetet, nuk janë lëshuar qarkullim dhe janë dëmtuar të gjitha bizneset edhe ekonomia, sepse ato para janë hjek nga qarkullimi dhe janë bllokuar në një vend që
janë hinë përdorim në ashtë mas një viti ose ma vonë dhe në këtë mënyrë është zvoglu qarkullimi i mallnave, puna, janë largu njerëz nga puna për shkak të mos pagesave tjera. Kështu që politikat ekonomike nuk kanë qenë adekuate. Nuk kanë qenë adekuate as për shtatja e pagave me normën e inflacionit. Me përcjell paktën është obligim ligjor me përcjell, nuk janë përcjell me ka 2 vite vënesë disa adaptime, një rritje pagave me një farë gjithë koeficiente, një koeficient tash që që kemi këtë vete tjera, po që nuk janë as për afërsisht në një baraspesh me shkollën e inflacionit. Ferhat Çaja thot se Kosova është në një pozitë të pafavërshme ekonomike. Sipas tij, vendi ka nevojë për një qeveri stabile që bashkëpunon me institucionet evropiane. Kosova është në pozitë të pafavërshme ekonomike, sepse nuk ka qartësi për hapat e matutjeshëm ekonomik, nuk ka qartësi për politikat ekonomike, nuk ka qartësi për prodhimin vendor dhe nuk ka qartësi për raportet, veçanërisht tash së fundi pas vendosjes së tarifave të presidentit Trump. Pra, mos gatishmëria mu ballafaqu me realitetin dhe me sfidat e përgjithshme ka bërë që këta faktorë të gjithë të jenë ndikues në situatën e përgjithshme ekonomike të vendit. Sigurisht që një qeveri stabile e konsoliduar me një planifikim të mirë, afatshkurt dhe strategjik, të dyjat do thotë me bashkëpunim të sinqert dhe të konsoliduar me institucionet evropiane dhe amerikane, me politikat të cilat do të hiqnin sanksionet Kosovës, sepse tash ju e dini edhe ne që Kosova është nën sanksionet Bashkimit Evropian, normalisht që do të përmirësohej gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Ekonomisi Lulzim Beqiri ka shpjeguar me kriticizëm se ndërsa që statistika zyrtare tregon një ulje të inflacionit, çmimet e produkteve vazhdojnë të mbeten të larta, duke krijuar një paradoks që vështirëson jetesën e qytetarëve. Aktualisht Kosova po përballon jashtëzakonisht keq për faktin se nuk ka një mekanizëm i cili ka më ndikuar në parandalimin e ngritjes së çmimeve. Praktikisht në statistika zyrtare kemi ulje të inflacionit zyrtar, po kemi ngritje të çmimeve dhe kjo edhe në bazë teorive ndryshme ekonomike, ulja e inflacionit jo domosdoshmërisht ulje dhe çmimet. Pra, çmimet kanë filluar të ngadalësojnë rritjet dhe kjo mund ta marrim një shembull, për shembull në vitin 2022 ngritja e çmimit të një buke nga 30 cent është në 50 cent, inflacioni ka qenë rreth 12 ose 13%, aktualisht kemi në inflacion rreth 2.7% ose edhe çmimi i bukës pothuajse veç është ngrit. Prandaj Kosova nuk ka përdorur mekanizma të cilët kishin më ndihmu konsumatorin kosovar, njëkohësisht edhe kjo ka ndikuar që të ulet dhe fuqia blerëse e konsumatorëve, bizneset të ballafaqohen me kosto të lartë të prodhimit dhe është një lloj pasigurie e investimeve, sepse asnjë biznes nuk investon në një vend që ka lohatje kaq mëdha të inflacionit. Një tjetër shqetësim që ngriti ishte pasiguria e investimeve në vend, duke theksuar se asnjë biznes nuk do të investojë në një ekonomi ku luhatjet e inflacionit janë të mëdha dhe të paparashikueshme. Sipas Beqirit, qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në zhvillimin ekonomik dhe mbështetje të fortë për bizneset prodhuese, për t'i dhënë shtysë ekonomisë dhe për të siguruar një mjedis të qëndrueshëm për investitorët. Aktualisht Kosova ka një rritje të jetëllt ekonomike. Fokusi kryesor i qeverisë dhe duhet të jetë zhvillimi ekonomik i Republikës Kosovës, specifikisht mbështetja e bizneseve prodhuese. Kemi pas normën më të lartë ose blerjet importin më të madh në këto vitet e fundit, në vitin 2025, sidomos në muajt e fundit, dhe kjo do duhet domosdoshmërisht që viti 2025 apo viti i qeverisë së re të jetë si vit i zhvillimit ekonomik, domosdoshmërisht specifikisht vit i zhvillimit ekonomik. Për arsye se konsumatorët kosovar po ballafaqohen me shumë sfida, me çmime të jetë të larta dhe kjo vije si rezultat i mos mbështetjes apo mos një mekanizmi kontrollues të çmimeve. Ne kemi pas një çmim, një ligj i cili është miratuar në vend, po është rrëzuar nga gjykata kushtetuese për çmimin tavan. Por qeveria dhe institucionet e reja që do të vinë do duhet të fokusohen më shumë në mbrojtjen e konsumatorit, rritjen e prodhimit, investimet kapitale, këto janë edhe faktorë kryesorë që nxisin zhvillimin ekonomik.
kreu i odës ekonomike, përmendje arsyet kryesore që quajnë rritjen e inflacionit. Në rritjen e inflacionit po ndikon rritja e çmimeve të produkteve bazë, po edhe shpenzimet e transportit. Për shembull, nëse shohim kafja është rrit për 15% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kem disa produkte që janë bazike, ushqimore, të cilat ne çdo ditë i konsumojmë minimumi 2 herë në ditje, të cilat kanë rritje prej 7 deri në 10-11%. Dhe këto janë ato që ndikojnë drejt për drejt. Dhe mos harrojmë tani që edhe rritja e çmimit të energjisë elektrike që po parashifet me ardh, do të shkaktojë një inflacion në vendin tonë. Sipas tij, ajo çka duhet të bëjë qeveria e Kosovës në mënyrë që qytetarët ta përballojnë më lehtë janë investimet e huaja. Duhet me ndërhyjë me subvencionime në sektor ku ne jemi konkurrent, edhe ku prodhojmë, edhe ku ndikojnë në rritje të drejtë për drejtë ekonomike. Duhet të bëjmë freskimin e politika fiskale, duhet të shtojmë investimet kapitale publike, se nëse i shtojmë investimet kapitale publike, me njëherë i shtojmë dhe rrisëm besueshmërinë të sektorit privat, edhe fillojnë edhe investimet private, zgjerimi i investimeve private. Më pas në kuptim pozitiv, një agresivitet i madh i qeverisë për të thithë investimet tuaja sa më shumë. Domethënë shkurja edhe në marrëveshje, në qeveri me qeveri të vendeve të ndryshëm për të sjellë brende të njohura botërore që na i ndryshojnë edhe imazhin, po janë edhe një mjet tepër i mirë i marketingut për me sjellë sa më shumë investime tuaja në Kosovë, sa më shumë mu prodhu në Kosovë. Këtu duhet diplomacia ekonomike, duhet më angazhu brenda diplomacisë ekonomike dhe sektorin privat, në këtë rast odën ekonomike, që është publike themeluar me ligj, në mënyrë që me thithë sa më shumë investime për me pru sa më shumë para me lëshu në qarkullim në territorin e Republikës Kosovës. Me një fokus të ri në mbështetje të bizneseve prodhuese dhe përmirësimin e politikave ekonomike, Kosova mund të dalë nga ky cikël pasigurie dhe të krijojë një mundësi për një të ardhme më të qëndrueshme. Rikthimi në rrugën e zhvillimit kërkon më shumë se vetëm shpresa, kërkon veprime të qarta dhe të guximshme.